të se çfarë ka ndodhur në këtë proces zgjedhor. Po dhe derisa zotri kryetari i partisë pra Lumir Abdigjiku, partisë së tij pra të gjithë palëve të pakënaqura ju kërkoi që të procedojnë tutje me hetim. Më herët Abdigjiku kishte thënë se me vetëvendosjen ka vija të kuqe, derisa për partnerë të tjerë të mundshëm të koalicionit, partive opozitare pra ua kishte kërkuar pozitën e kryeministrit. Tash pas gjitha këtyre çfarë ndodhen brenda grupit të LDK-s, a e shihni si të mundshme ndoshta të ulet në tavolinë LDK-ja pa këto kërkesa për shkak se mund të kërcënohet po quaj kështu kushtimisht nga partitë e tjera për gjithë atë çfarë ndodhi. Pra të ulen këto kërkesa të LDK-s për shkak se nuk ju leverdis më të kërkojnë diçka më shumë për shkak se partitë e tjera nuk ja pranojnë. Nganjëherë disa kërkesa bëhen sepse e dihet që nuk realizohen. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, Lidera Demokratike e Kosovës po mban kaq larg stekën e saj sepse din se kjo gjë është e pamundur. Kjo është për efekt elektoral, kjo është për të shmangë realisht rezultatin. LDK pavarësisht të rritjeve të cilën duhet t'ja përmendim, dhe uroj që t'jenë rritje reale dhe jo rritje përmes këtyre votave që i diskutuam deri tash, është sidomos që ka pas një lëvizje pozitive në kuptimin e ngritjes së saj, por është përsëri partia e tretë politike. Dhe Lidera Demokratike e Kosovës sot ka 20 deputet, që dy fishi i saj përsëri së bashku dy fishi i LDK-s, bashkë me deputetët e AK-s, nuk bëj sa partia fituese si. Pra, për te vendos kushteve në demokraci, unë konsideroj se lidhet pak edhe me shkollën e pranueshmërisë tënde si lider politik, sepse lidhet edhe me legitimitin politik. Zgjedhjet nuk mbahen vetëm për çështje procedure, pra, dikush deli pari diti. Ky pari është themelor në demokraci, sepse është fituesi i zgjedhjeve. Por fituesi i zgjedhjeve nuk nënkupton në asnjë rrethon përjashtim të partive të tjera në rast se kjo është e pamundur të bëhet pa partitë e opozitës. Dhe prandaj kjo është ftesë për LDK-n që të jetë, do thoya, më suçel për pozicionin politik që e ka tash. Por në të njëjtën kohë është ftesë edhe për lëvizjen vetëvendosur që të kuptojë drejt se rezultatet që kanë arritur ata kërkojnë bashkëqeverisi me subjekte ose individ të tjerë, të cilët do të jenë të nevojshëm për të formuar një shumicë parlamentare nga ku do të rrjedhë qeveria e Republikës Kosovës. Por te LDK-ja, në veçantë te LDK-ja, Lidera Demokratike e Kosovës duhet të kuptojë që ajo për kaq vite, pra asnjëherë deri tash nuk i ka fituar zgjedhjet nga koha e presidentit Rugova dhe përjashtuar kohën e kryeministit Mustafa pak dhe më vonë edhe kryeministit Hoti për disa muaj, Lidera Demokratike e Kosovës asnjëherë s'ka hequr qeverinë, që në kupton se është një rezultat të cilën LDK-ja duhet të shoh me seriozitetin më të madh dhe reformat aktuale natyrisht duhet të shihen si të pamjaftueshme në një proces të madh të cilën LDK-n duhet ta shohim në të ardhmen. Ne duhet të kuptojmë se Lidera Demokratike natyrisht është një parti shtetformuese, ka historinë e vet të zhvillimit dhe kontributet të jashtëzakonshme në procesin e krijimit të shtetit të Kosovës. Këto në asnjë rrethon nuk mund të përjashtohen, por një parti politike përveç historisë duhet të dëshmojë edhe një projekcion të qartë për zhvillimin e saj të brendshëm dhe rrjedhimisht edhe për gatishmërinë për të marrë detyrat të qeverisjes si parti fituesi i zgjedhjeve, jo si partia e tretë. Dhe si përmbyllje, LDK duhet të kuptojë qartë që me situatën aktuale çfarë është, nuk mund të kushtozoj në këtë qëndrim që ka pasur, sidomos ndaj partive të opozitës, nëse ai është interesuar të bëjë këtë. Por unë kam një bindje të plotë që po e bën këtë qëndrim vetëm për të pamundsuar formimin e qeverisë dhe rrjedhimisht edhe për të pamundsuar formimin e qeverisë nga bloku opozitar, nëse kjo do të mund të ndodhte ndonjëherë edhe si opsion. Po, dhe më qëndrojmë edhe pak tek LDK-ja, ishte edhe zotri Abdigjiku, siç e përmendëm, por edhe zonja Doar Sakica Xhelili, të cilët nëpër postimet respektive nëpër profilet e tyre të Facebookut akuzuan të tjerët për atë se çfarë po ngjan në LDK, duke e ndarë kështu në 3 grupe. Në grupin e parë vendosën vetëvendosjen, në të dytën PD-n dhe në të tretën përfshin një shumicë të cilët nuk po duan të dëgjojnë për reformat në LDK. Si shihen këto dy qëndrime të Abdigjikut dhe të zonjës Skica Xhelili, duke fajsuar të tjerët për atë çfarë po ndodh në LDK? Lidera Demokratike e Kosovës vazhdimisht është konsideruar si një parti politike në të cilën është thënë dhe është menduar ndryshe.
Por shpeshherë kjo është prezentuar si e tillë, ndërkaq pra pasaj ka pas ide të funksionimit të grupeve të fuqishme, të cilat e kanë mbajtur LDK-n si shumë e grupeve të fuqishmeve politik. Dhe këta ka reflektuar pastaj edhe në kryesinë e partisë, dhe rrjedhimisht edhe kryetarin e partisë. Çfarë është duke ndodhur tash, ka ndodhur paraprakisht me grupin e ministrit Mustafa, paraprakisht natyrisht edhe me grupin e presidentit Sidiu. Dhe të gjithë këta kanë qenë po kështu në kohën e presidentit Rugova, po ai ka pas një karizmë të jashtëzakonshme dhe këto grupe as që i ka përfill, konsideroj, dhe ka vazhduar detyrën e tij, paçka se të njëjtit i ka pas edhe në atë kohën në LDK. Pra çfarë do të thotë kjo? Është se Lidhja Demokratike e Kosovës me gjasë është shuma e lidhjes së grupeve të fuqishmeve politik, të cilat synojnë që të kontrollojnë partinë politike dhe të njëjtit, pastaj të marrin pushtetin. Pra, zoti Abdigjiku është, si ta themi, është i ri fillimisht e politikë, dhe i dyta është i ri si sekretar i Lidhjes Demokratike, dhe por pavarësisht saj ka një grup të fuqishëm, i cili po provon ta mirëmbajë, dhe njerëzit të cilët janë shumë të votuar, sidomos nga këta votat të diasporës, janë kryesisht njerëz të afërt me të. Dhe kjo dëshmon që ka pas një farë skeme kushtimisht piramidale, që nga lartë poshtë ndërtohet një strukturë politike që lidhet ekskluzivisht me njerëz që janë shumë afër të parit të partisë. Dhe rrjedhimisht këta njerëz të forcohen me votë në Kuvendin e Kosovës dhe të njëjtit pastaj, si ta themi, të dominojnë edhe zërin, edhe mendimin, por edhe prezencën në parti, rrjedhimisht edhe në Parlamentin e Kosovës, dhe në këtë mënyrë të marginalizohet grupi tjetër. Unë e kuptoj këtë që një forme si një reformë e dytë pas asaj të parës ku largoi Veliun dhe të tjerët pra këtë gardën e vjetër të LDK-s, u tentua edhe tani, po thoni. Po